Para disa ditësh u bë një polemik, u ngrit një opinion që nuk u lejonte presidenti Thaçi të vizitonte prindin, derisa mbaruan zgjedhjet. Edhe pse Pola Mbrojtëse kishte kërkesa të një pasnjëshme pasi ishte i shtrirë në spital Axhe Thaçi, baba i presidentit Thaçi. Si i keni po këtë moslejim të vizitave deri pas përfundimit të zgjedhjeve? A ka qenë kjo politike apo si e sheni? Nuk do të shprehesha në atë aspektin çështje politike apo jo politike, mirë po ka qenë çështje me cilën gjykata e Hagës në këtë drejtim është tregu jo praktike dhe jo serioze në rastet humanitare. Është një lloj praktike gjykatave që në rastet humanitare, kur janë pyetje anëtarët e familjes apo në ndonjë çështje tjetër e ndjeshmërisë që prek ndjenjat familjare, përkatësisht raportet familje në rastet të caktuara të smundjeve të rënda, edhe rastet të tjera, atëherë lejohen vizita të caktuara familjes në kohën e caktuar që vlerëson gjykata. E thash politike për faktin që pas kërkesave të një pasnjëshme nuk u lirua. Pas mbarimit të zgjedhjeve u lirua. U lirua të viziton. Pavarësisht prej saj, a ka mund të jetë politika apo s'ka mund të jetë politike si qëndrimi i Hagës, cilën ato nuk e dim ne si të shkruame, edhe pse ka qenë procesi i zgjedhjeve, çështja e vizitës zotit Thaçi familjes tij, përkatësisht prindit që ishte shtrirë në spital e i cili për pak ditë ndroi jetë, atëherë rezulton se nuk kemi të bëjmë me çështje politike, sepse është desh bindet gjykata e Hagës se ka të bëjë me prindin e tij që është i shtrirë në spital edhe numëronte ditë për të shkuar në botën e mëshueshme. Në anën tjetër, pavarësisht faktit se prindi ka qenë i smuar, atëherë nuk ka mund të jetë qëndrim në thojza i Hagës si politike për shkak se zoti Thaçi ka pas program të caktuar të lëvizjes dhe i shoqëruar nga shoqërues zyrtarët si ata për sigurimin e rendit publik nga policia e Kosovës dhe hetues që Hagës i ka pas me vetë.